Mirë se erdhe në kanalin Yjet Flasin. Nëse do që ti dëgjosh çdo ditë mesazhet që Yjet kanë për ty, abonohu tani dhe aktivizo zilen për të mos humbur asnjë parashikim. Lek, dashuri dhe surpriza, universi I jep gjithçka këtyre 4 shenjave. Një frymë e re po vjen nga universi. Pas një periudhe të ngarkuar dhe plot pasiguri, Yjet më në fund vendosin të shpërblejnë ata që kanë duruar, kanë besuar dhe nuk janë dorëzuar. Energjitë planetare hapin një cikël të ri ku parat, dashuria dhe surprizat do të ndërthuren për të krijuar një realitet të mrekullueshëm për disa shenja të zgjedhura. Universi po përgatit një rrotullim të madh të fatit, ku gjithçka që dukej e pamundur fillon të ndodh papritur. Në planin financiar priten mundësi të reja, fitime të papritura dhe lajme që do të ndryshojnë humorin e ditëve tuaja. Në dashuri, ndjenjat do të marrin flak, marrëdhëniet do të thellohen, beqarët do të ndihen tërheqës dhe do kenë takime që mund të ndryshojnë jetën. Gjithçka po përgatitet për një periudhë transformimi, ku fati nuk vjen rastësisht, por si shpërblim për durimin dhe besimin. Dritat e qiellit po rreshtohen në favorin e disa shenjave të veçanta që do të ndihen më të fuqishme, më me fat dhe më të dashuruara se kurrë. Le t'i zbulojmë tani 4 shenjat që do të përjetojnë këtë valë të ardhë, ku pasuria, dashuria dhe surprizat e jetës do të bashkohen për t'u dhënë një kapitull të ri të mbushur me emocione, fat dhe lumturi. Demi, një periudhë e ardhë po afron për ty, Demi. Pas shumë përpjekjesh, më në fund ndodh ajo që prisje, stabilitet financiar dhe lajme të mira për punën. Një mundësi fitimi, një projekt apo një person që të hap rrugë të re, do të bëjë që lekët të fillojnë të qarkullojnë më lehtë në jetën tënde. Në dashuri, Marsi dhe Venusi të japin një energji magnetike, njerëzit të tërhiqen nga ti si kurrë më parë. Nëse je në çift, një bisedë e sinqertë sjell pajtim dhe qartësi. Nëse je beqar, përgatitu për një takim që mund të kthehet në ndjenjë të fortë. Universi po të dërgon një mesazh të qartë, mos u ndal tani, sepse ajo që po vjen do të befasoj. Gaforia. Pas shumë lodhjesh emocionale, më në fund Gaforia hyn në një fazë ku universi I jep dashuri, siguri dhe surpriza që ngrohin shpirtin. Një person që e ke pasur në mendje mund të afrohet sërish, ndërsa për disa të tjerë mund të lindë një ndjenjë e re që mbush boshllukun e zemrës. Në aspektin financiar, një lajm I papritur mund të vijë nga puna, apo një ide e vogël që e kthen në fitim të madh. Mos e nënvlerëso fuqinë e një rasti, sepse fatit I pëlqen të gjejë gati. Universi po të shpërblen për zemrën tënde të mirë dhe për durimin. Tani është koha të marrësh atë që të takon, dashuri, stabilitet dhe qetësi shpirtërore. Virgjëresha. Virgjëresha hyn në një periudhë ku Yjet I hapin rrugë pasurisë dhe suksesit profesional. Çdo gjë që ka qenë e bllokuar, tani fillon të ecë me shpejtësi. Mund të marrësh një pagesë të vonuar, një ofertë të re pune ose një bonus që nuk e prisje fare. Në dashuri, gjërat bëhen më të ëmbla, njerëzit e dashur do jenë më afër dhe marrëdhëniet që kanë kaluar tension tani forcohen. Një surprizë e këndshme mund të vijë nga një person që të njeh mirë dhe do të befasojë me një veprim që se pret. Universi po të thotë, tani mos u frikëso nga ndjenjat, lejoje fatin të bëjë pjesën e vet. Peshqit, Yjet të vendosin në qendër të skenës, je gati për një periudhë ku ëndrat bëhen realitet. Një frymë e fortë pozitive ndikon në çdo aspekt të jetës tënde, paratë që mungonin, dashuria që mungonte, mundësitë që prisje të gjitha vinë njëra pas tjetrës. Në aspektin financiar pritet një ndryshim I madh, një rritje page, një ofertë bashkëpunimi ose një surprizë që lidhet me fitime. Në dashuri, Venusi të mbështet plotësisht, një person mund të shprehë ndjenjat ose marrëdhënia ekzistuese bëhet më e fortë dhe e sinqertë. Universi të kujton, besoj magjisë së jetës, sepse gjithçka po rreshtohet për ty. Mesazhi I përgjithshëm I yjeve. Këto 4 shenja, Demi, Gaforia, Virgjëresha dhe Peshqit, do të ndjejnë në javët në vijim një valë energjie që do t'i çojë drejt fitimeve, dashurisë dhe surprizave të bukura. Gjërat e mira nuk janë më ëndra, ato po ndodhin. Për Demin, Gaforen, Virgjëreshën dhe Peshqit po hapet një periudhë ku fati nuk pyet, por vjen me forcë, duke sjellë lek, dashuri dhe surpriza që do t'ju lënë pa fjalë. Kjo është një fazë ku gjithçka që keni ëndërruar, më në fund nis të ndodhë. Ajo që keni kërkuar me shpirt, qoftë një dashuri e sinqertë, një mundësi e re pune apo një ndjenjë qetësie, do t'ju trokas në derë në momentin më të papritur.
Mos kini frikë ta hapni, sepse është dhurata e universit për durimin tuaj. Universi po ju kujton se çdo periudhë e vështirë që keni kaluar nuk ka qenë kot. Ka qenë prova për t'ju bërë më të fortë, më të mençur dhe më të gatshëm për këtë fazë të re të jetës suaj. Kështu që nga ky moment, hapni zemrën, mbani mendjen e qetë dhe mos dyshoni në asgjë. Fati është në anën tuaj. Shkruani poshtë në komente shenjën tuaj të lindjes dhe tregoni nëse e ndjeni tashmë këtë energji të bukur që po vjen. Dua t'ju lexoj të gjithëve, sepse çdo koment është si një premtim që i bëjmë vetes. Unë besoj tek fati im. Dhe nëse doni që yjet ju tregojnë çdo ditë çfarë ju pret në dashuri, në lek dhe në fat, atëherë abonohuni tani në kanalin ton dhe aktivizoni zilen që të mos humbisni asnjë video, sepse çdo ditë universi ka një mesazh për ju dhe këtu ne e lexojmë së bashku.